të ngrihet pra popull kundër populli dhe mbretëri kundër mbretërie. Do të ketë zi buke, murtaj dhe tërmete në vende të ndryshme. Por të gjitha këto gjëra do të jenë vetëm fillimi i dhembjeve të lindjes. Është e frikshme. Fatkeqësitë vijnë sipas profecive të Biblës. A nuk ka asnjë mënyrë për të shpëtuar nga fatkeqësia e fundit në profecitë? Perëndia na ka mësuar gjithmonë rrugën e shpëtimit së bashku me profecitë për fatkeqësi. Vërtet, ai e regjistroi në Bibël mënyrën për të shpëtuar nga fatkeqësia e fundit. Ishin dy vende që besonin në Perëndia. Izraeli verior u shkatërrua nga lufta dhe Juda jugore u mbroi. Pse vetëm Juda jugore u mbroi nga lufta? Kjo ndodhi sepse Izraeli i veriut nuk e mbajti pashkën, por Juda jugore e mbajti pashkën. Edhe fatkeqësia e luftës e shmangu pashkën. Çfarë sekreti fshihet në pashkë që përcakton ngritjen ose rënien e mbretërisë? Le të gjejmë sekretin përmes origjinës së pashkës. Rreth vitit 1498 para Krishtit, përpara se murtaja mbi të parlindurit të vinte mbi Egjiptin, Perëndia I urdhëroi izraelitët të mbanin pashkën. Kjo ndodh sepse ai premtoi se gjaku I qengjit të pashkës do të ishte një shenjë dhe se fatkeqësitë do të kalonin mbi ta. Prandaj emri I festës është Pashkë, që do të thotë se fatkeqësitë kalojnë. Të gjitha ata që kremtuan pashkën duke vënë gjakun e qengjit një vjeçar në kornizat e dyerve dhe duke ngrënë mishin e pjekur në mbrëmjen e ditës së 14 të muajit të parë sipas kalendarit të shenjtë, u shpëtuan nga murtaja e vdekjes, sipas premtimit të Perëndisë. Megjithatë, ata që nuk e mbajtën pashkën pësuan murtajën e vdekjes. Atëherë, a mund t'i shpëtojmë fatkeqësive duke therrur qengjin dhe duke mbajtur pashkën? Jezusi, I cili erdhi në këtë tokë si realiteti I qengjit të pashkës, priti ditën e 14 të muajit të parë sipas kalendarit të shenjtë kur duhej të flijojë qengji I pashkës. Kam pasur dëshirë të madhe ta ha këtë pashkë bashkë me ju, para se të vuaj. Ai na mësoi gjithashtu për pashkën e beslidhjes së re, festën kur ham mishin dhe gjakun e Jezusit, bukën dhe verën e pashkës. Prandaj, në këtë epokë, ne mund të shpëtojmë fatkeqësive duke mbajtur pashkën e beslidhjes së re. Tani, profecitë për fatkeqësinë e madhe të fundit mbeten para nesh. Sepse ja, dita po vjen, e zjarrt si një furrë. Atë ditë qiejt do të shkojnë me krismë, elementet do të shkrihen nga të nxehtit dhe veprat dhe toka që janë në të do të digjen krejt. Dhe I sotshëm janë ruajtur nga e njëjta fjalë për zjarrin, të rezervuar për ditën e gjyqit dhe të humbjes së njerëzve të pabesë. E vetmja mënyrë për të shpëtuar nga fatkeqësia e fundit është pashkë e beslidhjes së re. Cila kishte mban pashkën në mbrëmjen e ditës së 14 të muajit të parë sipas kalendarit të shenjtë sipas mësimit të Jezusit? Aktualisht, shoqëria e misionit botëror Kisha e Perëndisë është e vetmja kishë në mbar botën që e mban pashkën me bukë dhe verë si darka e fundit e Jezu Krishtit.